Nuk mund të flasim për trendet e dimrit 2022, pa përmendur stilin mashkullor që pushtoi pasarelat më feminile të botës. Stiliste që njëherë njihen për siluetat e tyre femërore dhe elegante, kësaj radhe prezantuan koleksione plotë për plot me xhaketa mashkullore, palto oversize ushtrie e pa kursyer për asnjë moment vatat dhe volumin karakterizues mashkullor. Por nuk është as pak hera e parë që vajzat dhe zonjat po shihen të veshura me kostume burrërore. E nuk do t'jetë e fundit. Për vite, kjo ka qenë një alternativë fashionisteve më të famshme të globit, të mjaft zonjave në fusha të ndryshme të jetës, si politika, biznesi e arti. Mbretresha që shihen për krah bashkëshortëve të tyre, duke ndarë po të njëjtën prezencë. Aktore të vjetra hollywoodiane, ikona revolucionarizuese si Katharine Hepburn, Greta Garbo, Lauren Bacall dhe shumë të tjera. Editoriale pafund dedikuar pikërisht kombinimit të duhur të këtij kostumi dhe mënyrës se si këto xhaketa dhe pantallona mund të vishen për të krijuar dukjen perfekte, sa elegante, aq dhe trendy. Të gjithë këta faktorë kohor dhe shembuj janë indikator se si stili mashkullor në të veshur ka qenë gjithmonë mjaft prezent si një alternativë mjaft interesante dhe intriguese në botën e krijimit të veshjeve për vajzat dhe gratë. E pikërisht ky fenomen po na afirmohet akoma dhe më tepër këtë sezon, ku dukja më cool e blogereve dhe kombinimeve të tyre alla street style është ajo që konsiston nga xhinset e të dashurit, çaketa e tij, kapelja e sportit, poja e tij dhe kambalet, jo të atij, por të inspiruara nga ata. Po fundja, ku qëndron e keqja këtu? Moda ka kohë që po tenton të thyejë mite stereotipizmi dhe kufin diskriminues për sa i përket ndarjes së tregut rreptësisht në bazë të gjinisë, duke miksuar stile, forma, prerje e printe dhe duke bërë në këtë mënyrë procesin e të veshurit akoma dhe më argëtues, ashtu si për vajzat, por edhe për djemt. Dhe fundja, ku qëndron e keqja këtu? Për vite me radhë, meshkujt i kanë marrë gjërat gati nga zonjushat dhe zonjat e tyre. Pse mos të marrin dhe ato diçka nga ata tani? Për më shumë, shihemi e bisedojmë në studio.